Ti mendon se Rama do kërkoj një kryetar Tiranë opozitar që do ta çmondi gjithë kohën apo do një brigadier? Ti je një sekond. Kemi brigadier Albertën, kemi dhe opozitarin. Shiko, Tirana ka dy element shumë të rëndësishëm që duhet të jenë pjesë e diskutimit tani. E para, Tirana po bëhet Shqipëria. Dhe ky është një problem shumë i madh për Tiranën. Sa do mbajë ky qytet? Sa do mbajë infrastruktura e këtij qyteti? Sa do mbajë infrastruktura e këtij qyteti? Pra ka një problem shumë të madh në këtë histori. Natyrisht unë e kuptoj që edhe ata që jetojnë jashtë Tiranës duan Tiranën sepse e shikojnë si një mundësi më tepër për veten e tyre mbi të gjitha për fëmijët e tyre. Prandaj unë kam shuar shumë fort asaj historisë që edhe qytetet e tjera duhen zhvilluar. Dhe unë e kam mirë kuptuar atë faktin që një pjesë e konsiderueshme e buxhetit shkon jashtë Tiranës. Po që Tirana të jetë me buxhet zero. Nga buxheti investimesh për flas, nga qeveria qendrore, unë këtë se paramendoj dot. Ju thash pak më parë që Tirana as po vetë qeveriset, as po qeveriset.